Rri! Lëre! Merë! Bravo! Merë, das! Gjeje, Dasti! Bravo! Ullu! Merë, hajde! Bravo! Ullu! Rri! Merë, das! Hop! Bravo! Hajde! Merë, hajde! Ullu! Bravo! Këma dorën? Dorën tjetër? Bravo! Ku kanë konsistuar gjithë trajnimi që i është bërë Dastit? Atëherë ne tash do shohim me kujdes që stimuli shoqërohet edhe me sinjale. Do të thënë me sinjalet e personit që e ka trajnuar, do të thënë duke ngritur dorën ose duke bërë uljen ose duke bërë stopimin, do të thënë në varësi të sinjalit do marrë dhe qeni komandat. E qartë. Jemi kurioz tani të shohim, Dori. Tani është duke marrë një komandë qetësimi, që qeni shtrirë në pjesën lineare dhe pas çdo komande do marrë stimul. Edhe mënyra se si ai ecën për krah padronit të tij është e mësuar ergo apo kjo është dhe në varësi të radhës? Jo, është kryesisht do thoja 85% është e mësuar. Pjesa tjetër është pastaj ngelet pjesës zgjuarësisë. E qartë. Dhe normalisht edhe pjesë e pjekurisë. Më përpara do jetë akoma adoleshent, do të tentojë të hidhet, të bezdisi. Është e vështirë. Është shumë e vështirë. Tash kjo është komanda stop ose komanda Ai qëndron në vend. Ai qëndron në vend. Dhe është një nga komandat më të vështira. Sado që të largohet padroni, ai nuk lëviz, asgjë s'ka rëndësi çfarë ndodh. Absolutisht nuk lëviz. Kjo është pjesë e autokontrollit dhe është një nga pjesët më të vështira të trajnimit. Riu! Gord! Dasti! Shtrio! Gord! Gord, Dasti! Ri! Në dullo, Dasti! Në dullo, Dasti! Dasti! Në dullo, Dasti! Kërkohet një durim i veçantë për t'ia mësuar rrotullimin, sidomos në distancë. Sa kohë mund të duhet për vetëm një komandë? Sepse çdo lëvizje që e bën është e komanduar nga Dori. Ai thot shtriu, i thot qëndro, i thot lëviz, i thot rrotullo, domethënë çdo veprim që ai bën është i komanduar. E para është lidhur me inteligjencën. E dyta është lidhur me karakterin, dhe e treta është e lidhur shumë ngushtë se sa impenjativ është personi që po e stërvit. Kërkon një impenjim veçantë. Do thoya mesatarisht për një komandë do kërkoj një javë. Dhe një muaj mund të shkoj. Një javë deri në një muaj, por impenjimi do jetë maksimal, do të jetë i vazhdueshëm, koha që shpenzohet. Me qenë nuk është diçka, nuk mund të kalosh më shumë se 15 minuta. Oba. Oba left. Bravo. Oba left. Bravo. Oba fort. Ullu. Ri. Trajnimi do thoja nuk ka një të fshet shumë të madhe, po ajo që është më kryesorja është durimi. Do të kesh një durim jashtëzakonisht fort dhe besim në vetveten. Nëse ti s'do ndihesh lider me kafshën tënde, mos e merr mundimin ta trajnosh. Do të jetë shumë e vështirë. Do të jetë jashtëzakonisht e vështirë. Është gjithkohës luftë për pozicion.
për hierarki. O do jesh i zotit ti, o do jesh ti ndërshtruar i qenit tënd. E qartë, Erko, ne kemi pranesh, 2 djemë të cilët kanë pranuar që të jenë pjesë e Vilës 24 sot për të bashkuar me ne në këtë bisedë me qenët e tyre respektiv, me miqtë e tyre më të mirë kam përshtypjen. Njëri do të jetë pastor gjerman dhe tjetri është pitbull. I shumë përfoluri për negative pitbulli. Në këtë puntat ne do t'tregojmë se kur ti je vërtet një person me karakter të fortë dhe me durim, do t'tregoj se çfarë vërtet mund të bëj kjo lloj qeni. Ndërkohë që pastori gjerman besoj është i pritshëm nga të gjithë për zgjuarsinë që e karakterizon. Pastori gjerman është i zgjuar. Është i zgjuar. Mirë, do të shohim gjithashtu. Le të shkojmë tek djemtë dhe tek qen. Dori, faleminderit që pranove që t'jesh me ne sot, edhe besoj që e falenderon gjithashtu dhe Dastin për ne. Dasti është 6 vjeç e gjysmë, është një pastor gjerman race pastër. E kam marrë që të vogël, e duam shumë, është qeni familjes. Me shumë punë dhe me shumë durim, kemi arritur, kam arritur, më saktë, që ta stërvis dhe ta socializoj. Të ri me të dalin në park, të ri në lokale, të ri me fëmijët, të bashkëjetoj, po, bashkëjetoj më së miri. Dori, besoj është dashur shumë kohë dhe mund që ta rije deri në këtë ditë. Normalisht është edhe investimi i kohës, ai që hera herës është problematik për pronarët, për miqtë e tjerë, gjithë ata që kanë kafshë në shtëpitë e tyre. Si ja ke dalë, ka qenë vështirë? Po në fillim ka qenë pak e vështirë, por dëshira e madhe për ta stërvitur dhe për të patur një qen, domethënë shumë të bindur, shumë të dashur, sepse të gjithë pronarët e qenëve, nëse kanë vendosur që ta stërvisin qenin e tyre, rreth parë duhet të kenë dashurinë, por duhet kuptojnë edhe diçka. Nëse qenin e stërvisin në vitin e parë, maksimumi deri në 1 vit e gjys, e gëzojnë qenin e tyre gjithë jetën e vet. Domethënë qeni nuk i bëhet bezdi, por i bëhet një dashuri, një mirëkuptim i diskafshës edhe njeriu. Kështu që ai bashkëjeton shumë mirë me ty dhe bëhet akoma edhe më i dashur se sa një qen i pastërvitur. Bulu. Bravo. Këma dorën. Dorën tjetër. Bravo. Shtriu Dasti. Tek stërvitja konsistojnë 3 mënyra. Mënyra më e parë dhe më e thjeshta është me ushqim. Domethënë ne e stimulojmë dhe ai gjatë stimulit që bën, që do presi ushqim normalisht. Ne japim komandën, ai pret ushqimin. Ne japim derisa ai ekzekuton në formë të përkryer ushtrimin, ai merr stimulin, ushqimin që është në fund. Mënyra e dytë është mënyra me lodrën e tij të preferuar. Pjesa më e madhe e qenëve kanë dëshirën e madhe për të ndjekur. Do të thonë hyn dhe në instinkt dhe në gjenetikën e qenëve për të kapur prend. Në rastin konkret është lodra, topi që do lëvizë me shpejtësinë që ne do ta hedhim. Dhe ai do presi momentin dhe do t'i bindet urdhrave vetëm që ti ta hedhësh topin, që e ta kapi. Dhe mënyra e tretë, që zakonisht është mënyra, le të themi për ata më kokfortët, është mënyra me kollarën elektrike, që është e fundit, si themi le ta lëm të fundit në klasifikim. Është mas para përgatitore, sepse pastaj do kalojmë tek ushqimi prap. E qartë. Po thjesht një moment është, Sa për ta mësuar. Sa për ta mësuar. E qartë, ndërkohë që shohim Dastin, ai thjesht Po. në këtë momente bashkë me Dorin, po qëndrojnë dhe ndërkohë i merr gjitha komandat. E kupton Dorin teksa i flet. Është siç dhe Dori e përmendi më përpara, krijohet një lidhje që shumë veta nuk e shpjegojnë dot. Krijohet një lidhje midis kafshës dhe njeriut. Ai dhe sikur mos ketë stimulin, do ta bëj thjesht sepse e ndjen që e ka afër Zotin dhe për ta kënaqur Zotin. Por stimuli është më kryesori. Është natyrë e gjallë, është një natyrë që të jep impuls për të bërë diçka. Stimuli është gjithçka. Po japim shembullin që ky lloj qeni nuk është thjesht qen për 2 luftime. Është një qen shumë i mirë për familje në momentin që ti e ke trajnuar, e ke diplomuar. Është një qen i ekuilibruar, një qen që të do familjarët, të do fëmijët, i do të gjitha.
të gjithë miqt, të gjithë të afërmit dhe nuk përbën më kërcënim. Ka një hiperaktivitet muskular, ka një metabolizëm që duket nga pjesa e kraharorit e vitheve. Do të thënë, është racë për punë, po për punë të veçanta, quhet racë atletike. Do të thënë, puna kryesore dhe pjesa më e vështirë e këtij janë komandat. Sepse duhet i plotësosh pjesën e atletikës në fillim, të bëhet të shkarkesën e madhe energjetike që ka akumuluar nga ushqimi, dhe më pas do fillosh gradualisht, mbas ish lodhur, le të themi, ka harxuar 50% e energjive, do kalojmë pastaj gradualisht me komandat. Pra, në fillim do ta lodhim, do t'i japim atë shkarkimin e energjisë që ka akumuluar, që e ka të nevojshme, që e ka gjenetike. Hopa dize. Hopsa, fort. Hajde. Hopa dize, fort. Bravo. Kjo është një ndër ushtrimet e vështira, besoj. Po, është një nga ushtrimet sepse është autokontrolli. Në momentin që dori do i thotë merr, ai do ta marrë. Dori thotë jo, ai vazhdon. Qëndron. E kupton tash ç'do të thotë? Ti unë do të thoj që ky qen është pjesë e trupit të padronit. Çfarë do që të ndodhi, ai nuk do dalë jashtë komandave. Në raste të veçanta që do jetë kur i Zoti do kërcënohet nga një ambient, nga një objekt i çfarëdoshëm i ambientit. Dhe sigurisht ai e pikas këtë që. Dhe që ai e pikas. Do të reagojë. Po, në këtë moment ai do reagojë negativisht. Erko, për të ata të cilët po na ndjekin në këtë speciale, do thoja unë, që vendosëm të realizojmë, është e nevojshme që sigurisht të paktën vitin e parë, ndoshta për komandat e para, të gjithmonë asistenca e specialistit që në rastin konkret. Kjo është relative, do të thoja, sepse specialisti do t'japi ty sugjerimet e duhura. Dhe nuk do të thoja që është shumë e rëndësishme të jetë prezent në këtë pjesë, por është e rëndësishme që të merret mendimi i specialistit. Mos bëhet, sepse gjatë rrugës mund bëjmë edhe gabime. Nëse ti merr, le të themi, mendimin, është shumë herë më mirë sepse ti e përforcon, ti je personi, je padroni, e ke stërvitur dhe në fund fare je përforcuar edhe me pjesën e detajeve dhe quhet qeni juaj perfekt. Do me thënë, edhe për vetëm një komand mund të duhet nga një javë deri në një muaj. Po, patjetër, mund duhet nga një javë deri në një muaj. Kjo është gjithmonë e lidhur, siç përsëris pra, me impenjimin kryesor të personit që po e trajnon, sigurisht edhe me mënyrën se si ti po e trajnon. Është impenjim ditor, duhet çdo ditë një kohë e caktuar, duhet çdo ditë dhe me intervale. Nuk mund të fillosh një orë fiks. Sepse normalisht kapaciteti i qenit do kaloj në stres, gjë që ne nuk e duam të ndodhi. Po ta bëjmë me pauza, që në varësi të durimit dhe në varësi që të kohës që kafsha do marri në dispozicionin tënd. Ne do vijmë të shohim edhe disa komanda të tjera që Dori besoj do t'i japi dastit. Shtrio. Gord. Ri. Gjeni Dasti. Bravo. Julio. Merre, hajde. Bravo Dasti. Ai qëndron. E zbaton fjalën e të Zotit me përpikmëri. Po. Kjo është një nga komandat që kërkon goxha kohë që të mësohet. Për arsyeën e vetme sepse ti bën pauza, hajde stop, që të ti matë pulsin, sa i durueshëm është qeniat. Më saktë sa vlerësim ka shit Zotit. Ri. Hajde, stop.
Hajde, stop! Si që shikojmë që jeni shumë i lumtur të shikojtë Zotin kur jep komandë. Nga mënyra se si qëndron, nga mënyra se si e vështron Zotin. Dhe kjo është një nga ato momente që unë ju them gjithmonë që jeni dhe i jep jetën për Zotin. Sepse e shikon me Mënyra sy. se si e sheh në E sy, shikon me një sy. mënyra si kërkon Po, vëmendjen e po. tij. Dasti në rastin konkret, dhe sikur mund të marrësh përblim ushqimin, vetëm prekja e Zotit i jep atë stimulin. Aha, e qartë. Prandaj edhe këtu duhet të theksohet diçka. Dhe prekja duhet të jetë me karar. Jo gjithkohon, si shkojnë pjesë më të madhe njerëzve që i marrin qend në krah. Qend në krah, ne jemi gjithmonë të vëmendshëm për të plotësuar tekat. Po, I po. qëndrojmë nga pas. Po, shikoni me vëmendje se çfarë bën dorë në rast konkret me qendën e tij me Dastin. E prek kur duhet prekur dhe jep ushqimin kur ai e meriton, jo kur ai e zbaton gabim komandën. I ka vendosur ushqimin në Po, kjo është pjesa, do të thënë, le të themi këtu diplomat jeni. Në kjo është pjesa kur jeni diplomat. Dhe ka mendje kjo ushqimi por nuk e prek, pa marr komandën. Ai ka ushqimin në tokë, shikon vetëm nga i Zoti dhe në momentin që E duhet di shumë mirë ku është ushqimi, e di shumë mirë që është ushqimi, shiko dhe shikon dhe ushqimin. Po. Larg ushqimin. Larg ushqimin gjithmonë, se po t'i afrohet do të ndohet më shumë. Tani tha haja ushqimin. Ja, dhe ku e gjen. Ja, dhe ku e gjen ushqimin. Do me thënë diplomojmë Dust. Ky është diplomat, totalisht. She got a dime, the music will never